Prej 2 ditësh vijojnë tensionet dhe përplasjet në kantierin e aeroportit të Vlorës, duke sjellë pezullimin e proceseve të punës. Përplasjet mes punonjësve të kompanisë Mapco të pronarit Behgjet Pacolli dhe 2A Group të Valon Ademit kanë vijuar edhe mëngjesin e sotëm pas incidenteve të regjistruara një ditë më parë. Për të parandaluar për shkallëzimin e dhunës, forca të shumta policie u vendosën në zonë, ndërsa u regjistruan përplasje dhe me efektivët. Policia ka kërkuar nga punonjësit e Mapco një vërtetim gjykate, ndërsa kompania ka reaguar duke thënë se nuk ekziston asnjë vendim që ju ndalon atyre hyrje në kantier. Tensionet vijnë pas vendimit të gjykatës së apelit në favor të Valon Ademit, ortakut të kompanisë koncesionare. Ndërkohë ende nuk ka një reagim zyrtar nga palët për mënyrën se si do të zgjidhet konflikti dhe kur pritet rifillimi normal i punimeve në aeroportin e Vlorës.